Turizmi në qytetin e Tepelenës është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit, por përpos guidave historike kulturore tashmë një rëndësi e veçantë po i kushtohet edhe ushtrimit të sporteve ujore, e konkretisht në rrjedhën e lumit Vjos, ku nga viti në vit të apasionuarit pas rafting po shtohen ndjeshëm. Kjo është një risi që po tërheq vëmendjen e vizitorëve, kryesisht turistëve të huaj që janë të apasionuar pas këtij sporti, ndaj dhe Bashkia e Qytetit po punon për ngritjen e qendrës administrative të Parkut Kombëtar të Vjosës, që sipas Aleksandër Totit, shef kabineti në Bashkinë Tepelen, kjo do të ndikojë jo vetëm në turizëm, por edhe në fusha të ndryshme të shkencës. Natyrisht një pasuri e tillë do ishte gaf e madhe nëse nuk do të përkthejnë edhe në interes ekonomik, sigurisht duke ruajtur peizazhin e saj natyror të tegër që sigurisht ka përmes statusit park kombëtar. Fatmirësisht ne kemi bërë një hap të të rëndësishëm, e cila është krijimi i qendrës administrative të Parkut Kombëtar të Vjosës në Tepelen. Aktualisht është duke u ndërtuar si godin, si objekt, dhe mendojmë që një institucion kaq i rëndësishëm për Parkun e Vjosës dhe për evropianët e për mbar globin që kanë interes të vizitojnë Vjosën, duke qenë në Tepelen, pa diskutim që mendojmë që do të ndikojë në rritjen e vizitorëve, në rritjen jo thjesht vizitorëve si turistë, por edhe vizitorëve si profesionistë, pra shkencëtar, biolog, pra në fusha ndryshme, dhe mendojmë që kjo gjë do të shtyjë përpara hapjen e një fushë shumë të madhe operimi për sa i përket turizmit të Tepelenës. Gjithashtu ne kemi ndërmarrë një iniciativë të vogël, po themi lokale, e cila lidhet me një organizatë që operon nëpërmjet Çezvi, e cila në vitin që kaloi pati një program të quajtur Valle della Vjosa, pra lugina e Vjosës, ku mbështetën biznese që operojnë në turizëm, pra me financime të vogla, pra inkurajuese, le të themi, dhe do të ndërtojmë dhe atë që quhet Vjosa Camping House, pra qendra e kampimit Vjosës, e cila do të shërbej për ekoturizmin, pra për turizmin e gjelbër, lumor, sikurse janë këto aktivitetet ujore të rafting, kajak edhe fly fishing. Pra, është një iniciativë e vogël ndukje, por që mendojmë me disa të rinj, cilët kanë shprehur vullnet që mund të jenë do të jenë të gatshëm për të angażuar në këto aktivitete. Shpresojmë që të krijojmë edhe një spot të ri aktiviteti në Tepelen, sepse vërtet ka natyrë Tepelena, histori dhe monumente, por ajo që i duhet vizitorit janë aktivitetet. Pra çfarë do të kryej, nëse do të rinë ditë, 2 apo 3 ditë. Lugina e Vjosës, e cila shtrihet nga përmeti e deri në Tepelen, është një pasuri e rrallë në qarkun jugor, por sfidë ngjelet mbrojtja ekologjike e këtij lumi, që sipas Totit duhet një angazhim i të gjitha institucioneve, shoqërisë civile apo donatorëve, pasi ndërhyrja përgjatë gjithë territorit ku rrjedh lumi Vjos është mbi kapacitetet e pushtetit lokal. Në territorin e Bashkisë Tepelen, natyrisht situata nuk është se ka ndryshuar dhe nga momenti që Vjosa nuk ka qenë park kombëtar, të jemi të sinqertë për këtë gjë. Sigurisht që ka probleme, cilat me zhvillimin e planit menaxherial të Vjosës, që është mbështetur nga Ministria e Mjedisit dhe udhëhequr nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, mendojmë që do të ketë ndërhyrje, pra do të ketë financim për sa i përket eliminimit, po themi të ndotjes nga ujërat e ndotura apo qoftë nga mbetjet. Ka një plan, por ka kosto të lartë, këtë duhet ta kuptojmë, që nuk është në kapacitetin e Bashkisë Tepelen për ta përballuar, domethënë, dhe natyrisht do kërkohet mbështetje e donatorëve apo mbështetjeve e organeve më të larta, sikurse janë ministrit e linjës. Lumi Vjos është më i madhi në jug të vendit dhe i dyti pas Drinit. Vjosa rrjedh nga malet e Pindit në Janin dhe ka një gjatësi prej 272 kilometra nga 80 në Greqi dhe 192 të tjerë në territorin shqiptar.